Gjykata po më vret, fëmijët dhe mu bashkë me 2 fëmijët e mi. Kur unë kam bën ndarjen e divorcit me ish bashkëshortin tim dhe gjykata do të ma fusi me zor mrena në shtëpi. Kur ai njeri është i dhunshëm, është me raport të mjeku ligjor, edhe ai nuk ka përfitu as kur gjë. Kur ai ka bë zgjidhjen e martesës me mu, si duhet futet ke kjo banesë sociale ai? Kur ai është debitor, ai ushtoi dhunë psikologjike dhe fizike me mu dhe me fëmin autik, rafi fëmin autik, shkova në polici, mora i 29-ën, më ndihmoi, shkova kërkova urdhrin e mbrojtjes dhe gjyqtari Feza Hysi ja dha të futet mrena kur ai njëri ishte me raport mjeku ligjor dhe kisha dhënë divorcin. Si ka mundësi të futet mrena ai njëri? Gjykata po mi vret për herë të dytë fëmijët, se fëmijët e mi janë të vrarë. Unë tani kërkoj ndihmën e shtetit, kryeministrit, ministrit. Më ka prur zyra përmbarimit, letër për urdhër ekzekutimit të banesës sociale. Përmbarimi thot do ta fusësh brenda se ka një urdhër mbrojtje kur ai e ka mbarur urdhrin e mbrojtjes. Fute brenda, unë nuk e fus brenda atë njëri. Ajo është i sëmur, asgjë tjetër më. Pse gjykata duhet ta japi atit urdhër mbrojtje e të futet mrena? Gjykata duhet mi mbrante fëmijët. Jo t'i vrasi, se herën e parë i vrau, po i vret për herë të dytë. I bëj thirrje kryeministrit vetëm, ministrit drejtësisë, ministrit brendshëm të mori masa urgjente. Ose unë do vetë vritëm, do hudhëm nga kati tretë e të futet ai ta gëzoj banesën këto. Po fëmijët e mi kanë shumë probleme, kanë shumë nevojë vetëm për qetësi dhe për t'i shërbyer, vetëm unë. Zënja Bukuria më është drejtuar personalisht ke zyra e informacionit, unë në pozicioni koordinatorit një zyrës e informacionit Olt Hop, dhe e ka marrë seriozisht dhe erdhe për të pasur situatën. Do vjen edhe në pozicionin e antarit të Këshillit Bashkiak, do vjen në dieni të gjithë zyrën përkatëse, edhe besoj që së shpejti do marrë një përgjigje të saktë. Do informoj edhe policinë për këtë rast, sepse më është thënë që më kanë kërcënuar në shtëpi.